Vllaznia e femrave vazhdon të shkruaj historinë në futbollin shqiptar. Skuadra shkodrane është shpallur kampione e Shqipërisë për të 13-ën herë radhazi, pasi kanë mposhtur me rezultatin 2-0 Apolloninë e Fierit në finalen e madhe të superiores. Në sfidën vendimtare, golat e realizuar nga Doçi dhe Deda vulosën një tjetër sukses të merituar për vajzat kuqeblu, të cilat konfirmojnë edhe një herë tjetër dominimin absolut. Trajneri Nikolin Leka dhe presidenti Lazar Matia u shprehën shumë të kënaqur me këtë sukses. Po diskutim që janë emocione, kemi thënë gjithmonë sa herë që fillon titër, aq më tepër shtohen emocionet sepse puna gjithë vitit. Atje sa mundi këtyre vajzave, stafit, drejtuesi në radhë parë, mandena edhe stafit teknik di dhe punë. Por normalisht jam i gëzuar sepse është një titull që është merituar 100% nga vllaznia. Është i kënaqur mendoj edhe ambienti, edhe njerëzit që ishin ndoshta për vllaznisë janë kënaqur sepse shkoi kupa aty ku duhet shkojnë, shkoi aty ku investohet, shkoi aty ku punohet prej vitesh, patjetër kënaqësi për këto vajza sepse është një vit i gjatë që ne vetëm kërkojmë nga këto vajza, i motivojmë, stërviten, sforcohen, stafit njëjtën gjë. Prandaj është një gëzim i lidhshëm sepse është e vështirë, janë 13 titull radhës. Edhe kapitenja Megi Doçi dhe dy futbollistet Arbiona Bajraktari dhe Klaudia Borçi u shprehën të emocionuara pas këtij suksesi. Patjetër shumë emocionuar, më vjen mirë që sërish të kupë e qumë Shkodër. Të tifozat, falenderoj gjithë tifozat që ishin pranishëm sot tu. Patjetër shumë mund, shumë sakrificë, shumë djers, sepse është një vit punë e jashtëzakonshme çdo ditë. Të gjithë kundra nesh, kështu që ne ja arritëm objektivin edhe më vjen shumë mirë që e morëm sërish. Jashtëzakonisht shumë e kënaqur, vit pas viti. Jam e shpallur kampion me ekipin e vllaznisë, edhe asnjëherë nuk jam ngopur, edhe vazhdimisht kena punu fort që asnjëherë mos të lërëm titullin në duart të asnjë skuadër tjetër, por vetëm në shtëpinë e vllaznisë, aty ku i takon. Ne jem shumë e lumtur se ka qenë një sezon shumë i vështirë për krejt neve. Ne jem shumë e lumtur që mbyllëm me një sukses të madh me fitimin e trofeut. Ky titull i radhës është dëshmi e vazhdimësisë, cilësisë dhe stabilitetit të klubit shkodran, që prej vitesh mbetet standard i futbollit të femrave në Shqipëri, duke vendosur rekorde të njëpasnjëshme dhe duke mos njohur rival në kampionat.